Kushtetuta e Kosovës u ratifikua me 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor të vitit 2008. Njëri nga hartuesit e kësaj kushtetute për radio-televizionin Besa, Kadri Kryziu pohoi se kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore për të gjithë qytetarët e vendit, ka theksuar ai. Njëherë i uroj gjithë qytetarët Prizren ditën e meratimit të Kushtetutës së Republikës dhe Shtetit Kosovës. Këtë kushtetutën e quaj Kushtetuta e Lirisë, se ka ardhur në bazë të sakrificave të mëdha njerëzore që ka bërë populli shqiptar në Kosovë. Kushtetuta është një akt më i lartë politik dhe juridik i vendit, në të cilën autoritetet e shtetit duhet ta respektojnë. Kushtetuta ka nevojë për ndryshime, amendamentime për shkak se ne si hartues kushtetutës nuk kemi mundur t'i parashohim gjitha gjërat që vijnë, por e shon ngadalë është një kushtetutë liberale demokratike, një prej kushtetutave ndoshta më të mira në rajon. Sot është ditë e shënuar shtetërore, të cilën ne si qytetarët Prizrenit dhe qytetarët Kosovës duhet ta respektojmë, sidomos autoritetet e shtetit, se është një akt rregullator i jetës në shoqëri. E konsideroj se autoritetet e shtetit deri tash e kanë respektuar në mënyrë mjaftueshme kushtetutën, ka pas disa shkelje të lehta, por në të ardhmen duhet me qenë të përkujdesshëm dhe me pas një kulturë të lartë të interesimit, kulturë të lartë të respektimit të gjitha dispozitave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pastaj ai vazhdoi duke theksuar se kushtetuta e definon Kosovën si një shtet të pavarur e demokratik. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. Po ndoshta është ngjarja më e rëndësishme për mua, domethënë se është një akt për herë të parë, një akt juridik dhe politik që e ka formu institucionet e shtetit të Kosovës, një shtet pavarur, sovran, demokratik, i njohur nga 117 shtete, po ashtu një shtet të cilën në preambul, domethënë në kushtetutë shkruan se jemi shtet euro-atlantik. Ai me këtë rast ka dhënë edhe një mesazh se kushtetuta është certifikata e shtetit të Republikës së Kosovës. Të gjithë qytetarët, respektivisht autoritetet, zyrtarët e lartë të shtetit duhet me pas shumë kujdes mos me shkel kushtetutën, sepse aja pastaj jep efekte negative për një shtet juridik, ligjor dhe demokratik. Nëse aja nuk respektohet, konsiderohet se shteti ka anarki, e shteti s'duhet ketë anarki, po duhet me qenë shtet i rregullave, i normave dhe i normave supreme, siç janë normat kushtetuese.